Libri më i ri i Ben Blushit, Jam Musliman, nuk është pritur mirë nga një grup islamikësh. Ndonse libri vetëm sot ka dalë në treg dhe jo të gjithë e kanë lexuar për të kuptuar realisht se çfarë ka shkruar autori, një numër i madh personazh në rrjetet sociale janë hedhur në sulm, duke sulmuar Blushin dhe duke bërë madje thirrje për ta djegur romanin e tij. Vet Blushi të hënën bëri një sqarim të gjatë mbi atë që sjell libri. Ai përkundrazi nuk e shan muslimanizmin. Në fakt ai kritikon ata radikalët. Për ata që nuk e kanë lexuar, me shumë pak fjalë, romani përshkruan një shkrimtar ateist që banon në rrugën e Kavajës, i cili bashkëjeton me një grua të dytë. Në lagje vendosen ligjet e sheriatit, ku fillojnë edhe ndëshkimet për të pamoralshmet. Shkrimtari dhe shoqja shkojnë në Arabi dhe Mek. Në Arabi ai pa se muslimanët nuk janë ekstremistë. Kur kthehet i kërkohet llogari pse shkojnë në Mek pa lejen e tyre, dhe në fund ai zgjedh të jetë musliman dhe jo ekstremist. Por edhe pse mesazhi është i qartë, 10 qytetar kanë vërshuar në rrjetet sociale dhe sulmojnë Blushin. Njëri madje kërkon të digjet libri. Kur e pa se librat pas librit të tij të famshëm nuk kanë as lexim dhe as interesim, vjen me librin Jam Musliman për të nxitur përçarje, islamofobi dhe cinizëm ndaj muslimanëve. Dhe duke ngjallur kuriozitetin e lexuesit shqipfolës, do ta blejmë për ta lexuar se çfarë ka bluar dhe çfarë ka imagjinuar dështaku i romanit dhe politikës. I ftoi vëllezërit dhe motrat që mos ta blejnë, bile ata që kanë mundësi të blejnë aq më shumë dhe t'i djegin para dyerve të tij, ose në koshin e mbeturinave afër shtëpisë së tij, që ta kuptojë se mbeturina përfundon në koshin e mbeturinave. Një tjetër shkon në ekstrem. Me të njëjtat akuza për fanatizëm dhe radikalizëm islamik, një i Beni, Slobodan Milošević hodhi siparin e gjenocidit dhe krimeve monstruoze në Bosnjë dhe Kosovë për zhdukjen e islamit në Ballkan, slogan që tingëllonte interesant dhe tepër eksitues për oksidentoikët dhe neobizantinët tregimtar të nivelit të Blushit. Të tjerat e cilësojnë si provokator, ndërsa ka edhe nga ata që e kanë sulmuar nga jati apo gjyshi të dy figura të shuara të letërsisë. Elementi tjetër është se një pjesë e atyre që e sulmojnë nuk janë fare nga Shqipëria. Disa jetojnë në Kosovë e Maqedoni, disa në vende të tjera. Por pyetja që ngrihet është, pse duhet jemi kaq agresiv? Padyshim, secili është i lirë të ketë mendimin e tij si për çdo libër dhe shkrimtar. Mirëpo nuk ka pse të kthehet në një debat fetar. Vet Blushi e ka dhënë sqarimin e tij. I gjithë romani është një metaforë për njeriu që kërkon shpëtim në fe, pasi ka humbur besimin te shoqëria dhe jo një luftë kundër Islamit. Unë jetoj me një muslimane, gjyshja ime ka qenë muslimane. Si mund të jem kundër muslimanëve? Jam musliman, është shkruar për të treguar se po na cënohen të drejtat, jo për të sulmuar fen, tha Ben Blushi në prezantimin e romanit. Po ashtu ai pati një mesazh edhe për kritikët. Duke lexuar çdo ditë reagimet në rrjetet sociale, kuptoi në çfarë dhunë jetoj. Një dhunë që vjen nga një pakic njerëzish që më gjykojnë për atë që nuk jam, racist apo ksenofob. Ky libër është shkruar pikërisht për këtë arsye, shtoi ai.